Këtu u tha një probleme, por unë do të përqendrohem vetëm tek një. Unë do të përqendrohem tek ata njerëz që ishte. Është koha të mos ishtësh. Sot jemi dëshmitar të një epoke ku pak vetë sundojnë mbi shumicën, jo përmes dijes, as përmes shërbimit, po përmes bërëkësisë, manipulimit dhe frikës. Oligarkia vjet jo vetëm pasuritë e përbashkëta, por ajo vjet besimin, të ardhmen, dinjitetin tonë si qytetar. Lëvizja bashkë nuk është spektatore në këtë. Ajo është zërisëve të drejtës, ne jemi zemra që digjen për drejtësi. Kundër bërëkësisë, ne ngrejmë ndeshmërinë. Kundër manipulimit, ne zgjidhim dritën e së vërtetës. Kundër indiferencës, ne japim zërin tonë dhe pjesëmarrjen tonë. Ne jemi për meritokraci. Ajo nuk është një luks. Është një domosdoshmëri. Demokracia nuk është vetëm një procedurë. Është një frymë që merr jetën, kur secili ka vend, secili ka zë, dhe askush nuk është i tepërt. Është koha të mos ishtësh. Është koha për të ndërtuar një shoqëri ku dinjiteti nuk shitet, drejtësia nuk shtyhet dhe ardhmja nuk gravitetet. Sepse kur populli vendos, asgjë nuk do ta dalë atë për të vendosur të drejtën të bëhet realitet. E vërteta e pathemën tonë të mençmit është një bashkëpunim me gënjeshtër. Nëse fjala e mençur nuk gëzon të flasë, atëherë ajo rishtja e saj bëhet bashkëpunëtore me gënjeshtër. Le të shkrijmë zemrat e ngrira nga dimri 35 vjeçar dhe t'i tregojmë çdo njeriu se koha për të mos të ishtur është tani. Është koha për ndryshimin e madh. Të ndarjes dhe të çlirimit nga krimi, korrupsioni dhe padrejtësia. Por ne duhet të shtrojmë rrugën që ajo të ecë, të rritet dhe të fitojë.